Dhe Bashkimi Evropian na ka vënë përpara një plan të dakordsuar që ne të mbyllim të gjithë marrëveshjen e antarësimit, duke mbyllur të gjitha negociatat brenda vitit 2027. E pra, pikërisht tani, pikërisht kur siç e shihni dhe ju këtu në Itali, situata e përgjithshme është e turbullt. Gjëmimet dhe kërcënimet e luftës dhe rrëmuja e përgjithshme paralajmërojnë kohë shumë të vështira. Pikërisht tani ne shqiptarët nuk mund ta humbasim kurse këtë shans që është një takim me historinë, dhe nuk mund ta humbasim as për mustaqe dhe kujtim gjuzit, dhe as për hallin personal të Buvit Kënetës që shihet nën mustaqe dhe kujtim gjuzit. Prandaj sot është dita që çdo shqiptar dhe çdo shqiptare, çdo prind që jeton në Shqipëri apo në Itali apo gjet, dhe që do t'u lërë fëmijëve të vet diçka të madhe, diçka të jashtëzakonshme, diçka që të gjithëve ju që jeni këtu sot dhe që morët rrugët për të ardhur këtu, ju mungoj, është mundësia për ta bërë realitet duke të i kaluar të gjitha dasit partijake, të gjitha llogore dhe barikadat, të gjitha hendeqet dhe sherret, për ta bashkuar Shqipërinë e tërë, Shqipërinë e socialistëve dhe demokratëve, Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve në sofrën e Bashkimit Evropian. Dhe sa më të bashkuar, sa më të vetëdijshëm të jemi për fatin që na ka ardhur tamam si zogu në dorë, atëhere aq më e sigurt është që ne me dorën tonë, me duart tona, do t'i japim fund historisë së një populli të trajtuar si populli dorës dytë.